Faleminderit nderuar kryetar, që ta filloj nga pyetja juaj në lidhje me projektin e Smart City-t, ka përfunduar negocimi, besoj që brenda janarit do të mbyllet edhe kontrata dhe një afat pak a shumë rreth 18 muaj mendojmë që sistemi do jetë funksional. Në lidhje me pyetjen tuaj për ai ka parashikuar buxheti dhe ai i përmbush ato detyrimet që na lindin ne për pagat dhe orët shtesë dhe orët e natës në fakt ndaj punonjësve të policisë. I kemi parashikuar të gjitha dhe nëse jepet në masën e kërkuar, ai plotson 100% nevojat për punonjësit e policisë për pagat, orët shtesë, orët e natës, që zakonisht i përfitojnë shërbimet me uniform, por edhe shërbimi në rast të sezonit veror që e dim që në zonat e plazheve ne intensifikojmë shërbimin duke alokuar forca nga qarqet e tjera. I nderuar zoti Balliu, në lidhje me pyetjet tuaja, asnjëra nuk ka lidhje me buxhetin, megjithatë unë do të jap përgjigje që të kërkosh nga një organizat që i ka dhënë 227 dëshmor atë dheut dhe të thuash që është e inkriminuar pse individ caktuar rezultojnë të implikuar në aktivitete ndryshme kriminale, kjo për mua është jo e turpshme, po është ulëritse. Dhe unë dua t'ju bëj thirrje që mos përbaltni policinë e shtetit. Përgjegjësia penale i nderuar deputet është personale dhe kushdo punonjës që është implikuar apo ka rezultuar i përfshirë në këto përfshirja e disa individëve të caktuar nga policia e shtetit, qofse edhe pse kanë emra konkret, nuk do të thotë që bëjnë pjesë një organizatë e cila i ka dhënë atë dheut 227 dëshmorë zoti Balliu. Në lidhje me pyetjen tuaj për flet arrestet, që e ngritur dhe si shqetësim që e ka ngritur drejtuesi i prokurisë posaçme, unë për ato operacion kam marrë falenderime nga drejtoria antimafia dhe jo më pas se 2 javë nga ai operacion, drejtori i shërbimit qendror antimafia ka qenë takim në zyrat e policisë shtetit dhe unë nuk e di tani çfarë do të quhet i suksesshëm apo i pasuksesshëm. Ne për ato operacion jemi vënë në dieni 12 orë përpara zhvillimit të tij. As 1 muaj, as 2 muaj, as 15 ditë. Dhe në momentin e zhvillimit të operacionit ne nuk kemi pas në mbikëqyrje të fshet fizike apo në vëzhgim asnjë nga subjektet e atij operacioni. E gjithë aktiviteti policor operacional është zhvilluar në më pak se 12 orë. Dhe ju theksoj që të pretendosh që të arrestosh 50 veta për 12 orë, të jeni të bindur zoti Balliu që është shumë e lehtë ta thuash, por ta bësh në realitet është shumë e vështirë. Që të pretendosh që për 12 orë të kesh mundësi në një kohë të arrestosh 50 veta njerësh, ajo operacion ka qenë i suksesshëm sepse ka kapur masën më të madhe të personave të implikuar. Edhe 50 pulat i kesh të mbyllura në stadium nuk i kap dot për 12 orë. Po në stadiumin e Tiranës, jo në stadiumin Olimpiko të Romës apo në një stadium tjetër. Kjo është përgjigjja ime. Në lidhje me atentatin, padyshim që ka vend për të analizuar dhe ne jemi në proces e sipër, çështja është në hetim, unë nuk mund të them më shumë se sa kaq. Për sa i përket Europol dhe Interpol, mund të themi që ata janë mentorët më të mëdhenj të policisë shqiptare dhe policia shqiptare është nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të këtyre 2 organizatave. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Europol dhe një bashkëpunim të shkëlqyer me Interpol. Mund të përmendim bashkëpunim me Interpol vetëm për rastet e ekstradimit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që nuk ka ndodhur në asnjë shtet tjetër. Janë 9 persona të ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që besoj janë dëshmitar që asnjë shtet tjetër nuk ka mundur ta marrë. Është suksesi i policisë apo është i qeverisë apo është analizën bëheni ju, unë po them që ka një merit të jashtëzakonshme Departamenti për Madhëri Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit Shqiptar dhe gjë rastin t'i falenderoj se nuk i kanë falenderuar sa duhet për punën që kanë bërë në lidhje me këtë gjë. Në lidhje me arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta, çështja është nën hetim dhe unë nuk kam çfarë të them,
përveç faktit që për sa i përket opinionit tim, atje nuk kemi të bëjmë me një veprim arbitrar, por kemi të bëjmë me përdorimin e forcës në rastet kur ka rezistencë ndaj arrestimit dhe në çdo forcë policie të botës, pavarësisht si e ke emrin apo çfarë detyre ke pas më parë, policia e shtetit në rastet kur bën rezistencë apo te i kalon atë masën e atyre gjërave që duhet thuash në momentet e arrestimit, përdor forcë të nevojshme që besoj ka qenë proporcionale në raport me situatën. I takon individit të sillet sipas detyrës që ka mbajtur dhe do ishte në nderin e personit të sillej ashtu siç atë detyrë që ka mbajtur dhe jo t'ja kërkohet kjo gjë policisë. E nderuar deputete zonja Xhaxha, në lidhje me pyetjet tuaja, faleminderit për pyetje, sepse ishin pyetje që realisht janë problematika që ne merremi për ditë edhe janë gjëra të prekshme dhe është rruga në cilën ne duhet të ecim. Ne sapo kemi miratuar strategjinë e re të luftës kundër krimit të organizuar. Një qasje i kemi bërë hetimeve proaktive në lidhje në fushën e aseteve kriminale si për ligjin antimafia ashtu dhe për pastrimin e parave apo produkteve të veprës penale. Jemi në proces të krijimit të zyrës së rekuperimit të aseteve, e cila do të jetë një njësi e posaçme në varësi të drejtorit përgjithshëm, e cila do të menaxhojë gjithë procesin që bëhet që nga momenti i fillimit të hetimeve dhe gjithë pjesën mbrapa derisa këto asetet i rikthehen publikut, duke qenë se janë të përfituara me parat paligjshme. Kjo zyrë do të bëjë për rikthimin e gjithë këtyre aseteve atje ku duhet sipas nevojave dhe sipas planit konkret që e bën Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Në lidhje me forcimin e integritetit të punonjësve të policisë, mund të them që Policia e Shtetit ka një plan të miratuar të integritetit për punonjësit e policisë, ku ka masa konkrete. Nuk flasim për masa penale, sepse ne jemi një nga institucionet më të kontrolluara nga të gjithë tjerat. Kemi kontroll të brendshëm, kemi kontroll nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, kemi kontroll administrativ që ushtrohet nga avokati i popullit apo nga shoqata apo institucione të tjera, kemi kontroll që ushtrohet nga prokuroria në rastin kur implikohet policia në çështje konkrete, kontrolli që bëhet nga gjykata i gjithë çështjeve tona, kështu që besoj që organ më të mbikëqyrur dhe më të kontrolluar se Policia e Shtetit nuk ka. Në lidhje me sigurinë në gjykata, ka pas një problematik, është e vërtet, ishte një fatkeqësi e madhe ajo ngjarje që ndodhi. Ne kemi analizuar rolin ton, por që me hyrjen me miratimin e reformës në drejtësi, vetë institucionet e drejtësisë sigurinë brenda gjykatave me përjashtim të strukturës posaçme e cila ka një trajtim tjetër, ja kanë dhënë disa rojeve civile të cilat i rekruton vetë gjykata. Policia e Shtetit ka përgjegjësi për ruajtjen e ndërtesës godin deri në orën 16, pastaj